Kam ardhë me dek daja me ju, nipash. Kjo fjali nuk u tha për dram, u tha për betej. U tha në oborin e kullës së jasharejve, në ditët kur prekazi ishte i rrethuar dhe vdekja po afrohej me çizme serbe. Osman Geci, i lindur në Laush të Drenicës në vitin 1943, nuk ishte burr fjalësh të mëdha, por burr veprash. U rrit në varfëri, me rrëfime trimërie në oda dhe me një bindje të fortë se liria duhet të fitohet. Ai ishte daja i Adem dhe Hamës Jasharit, ishte familje, ishte besë, ishte gjak. Në demonstratat e vitit 1981 dhe 1989, Osmani ishte në ballë. Kur policia serbe kërcënonte turmat, ai nuk u tërhoq. Kur rreziku afrohej, ai qëndronte. Mauserin e tij e kishte bler duke shitur tokë, sepse arma për të ishte nder. Me 4 mars 1998, Osmani takohet me Adem Jasharin. Si do të veprosh, nipash? Do të futem në kull tek familja daj. Unë i gjallë e serbët me më hy në familje, kjo nuk lejohet. Aty me ke edhe mua, nipash. Në mesnat Osmani hy në kullën e rezistencës. Me 5 mars 1998, ai lufton dhe bie për krah Adem dhe Hamës Jasharit, deri në frymën e fundit. Ai e mbajti fjalën, e mbajti besën dhe hyri në histori. Histori epike, aty ku e kaluara rilind.